Mas 2 seancave të lazerit Fraxel, fytyra jeme kishte dëshpërimisht nevojë për një pastrim, gjithashtu dhe për hidratim të thellë. Dermolife kishte gatuar një surprizë për mua, një paketë me ofertë. Quhet paketa Glow dhe ka të përfshijmë pastrimin e thellë të fytyrës, terapinë me enzima dhe terapinë me dritën e kuqe, pra red light therapy. Edhe prej 150.000 lekë ishte botë 80.000 lekë. Me qenë se oferta zgjate deri në fund vitit, i dola punë para dhe e bana direkt. Si fillim pastru me fytyrën, ba me avullin, ba me pastrimin e thellë, mandaj aplikune një peeling të lehtë që quhet Exoderma Peel, fix për mua që e kam fytyrën sensitive mas lazerit Fraxel. Edhe mas jam pastru fort, ajo që kam e bë hidratimi thellësi është maska me enzima. Përpos hidratimit dhe efektit glow të menjëhershëm që jep, ka edhe efekt shumë të mirë eksfoliues, sidomos për persona që nuk i durojnë acidet. Procedura nuk ishte hiç e dhimbshme, thjesht të jep një ngjësi shumë të fortë tërheqje. Nuk mundesh me lëviz, domethënë maska o mate 45 minuta. Edhe mu shfaq efekti damar. Janë ato shajet e kuqe që ju shihni që ikën për punë orë. Edhe domethënë që maska ka bërë super mirë efektin e saj. Varet atë lëkura se jo gjithmonë dalin. Mandej vazhduam me një serum për ngushtimin e porave dhe red light therapy. Terapia me dritat kuqe ndihmon për nxitjen e kolagjenit, për shërimin e akneve, inflamacionit dhe ishte super relaksuese. Vu me SPF, këtu jam unë direkt mas seancës dhe këtu jam unë 2 orë mas seancës. Love it. Ishte super nevojshme.